Mori katile, ti mori katile, dela sysh mi prive, a mori katile. Është e kënaqësi gjithmonë që ne jap një hapësira me qenë sa më afër publikut ton, që të shpalosim diçka nga karriera, po pse jo ka pak edhe nga jeta private. Edhe pse prej fillimit kombëteshme nga mu, e shqyqër që e kemi këtë rubrikën e pyetjeve. Tash i kemi disa numra, lëvizin, numri që ndalet e lexoj pyetjen që i përket atij numri. Marta Anjeza, mos më pas të pyetje kështu. Shohim Anjeza, çka është më përgjigjem, çfarë është e lajm. Vazhdojmë me numrat. Ta shohim. Okej. First. Hajde, në një darkë romantike, kush duhet me pagu? Ai që të fton, ai që ha ma shumë, apo gjithmonë ti? Darkë romantike, po besoj që ai që të fton. Okej, vazhdoj me numrin tjetër. Pyetja numër 13. Nëse dikush do të paguante për të mos kënduar për një vit, për sa para do ta bëje? Apo nuk ka çmim që ta blenë zërin? Jo, Anjeza, nuk ka çmim që e blenë këto, për shkak se është një shumë vite kam punu për këtë gjë me arrit këto edhe pa besoj që nuk kish pas shifër që e blenë. Se une jam shumë okej me punën që e bëj, me të ardhurat që i marrë dhe nuk ka nevojë me ble kërkush për kurrë. Thjesht me bëj punën që më pëlqen, edhe paguna për ata, kaq. Okej, vazhdojmë numrin tjetër. Nëse je një pije, cila do ishe dhe përse? Wow. Nëse... Uj, pa tjetër. Unë nuk jam... Tash, nëse lidhet me këta, unë nuk jam që konsumoj shumë gjana. Kështu përveç ujit edhe najlangu, diçka nuk është se guxej me provu shumë pijet tjera, kështu që po mbesim të ujt gjithmonë. Gjithmonë. Vazhdojmë me numrin e fundit. Okej. Këndon një tekst rap, por në zhanrin tënd të muzikës. Sa i përket kësaj pyetje kemi edhe një tekst që e kemi përzgjedhur. Me kësaj në popullore, hajde. A vazhdoj me tekstin i rrutën? Hajde të shohim nëse veç mundemi. E kena bën një përzgjedhje pak më të lehtë, nuk e kena lënë krejt të repi, se tha mos është shumë zëre. A muj me ba me një melodit këngës popullore, që e dim krejt për shembull. Okej. My God. Inshallah sëm kritikojnë për këta që do ta bëjmë, po që ajo po m'bjen me Valja Rrugovës. Okej. Mori katile, ti mori katile, dela sysh mi prive, a mori katile. Interesant, pas ka pas me... A e kështë bo një bashkëpunim me Don Gjonin? Po, pse jo. A mendon që kështë dalë në ajsan interesant? Po, kështë dalë interesant, sepse në zhanrin e vetë, në zhanrin tim edhe kështu po i bojnë gjithë. Po, ka ndalë edhe në modë, me tonë drejten. Po, pse jo, pakës me u thyja ajo pjesa, besoj që kështë dalë shumë e mirë. Okej, ajo më ranë mend të Valja Rrugovës edhe okej. Jemi okej. E kalove sfidën e pyetjeve të Anjezës, kështu që jena okej. Okej, jemi, okej.